Faleminderit, zonën kryetare. Në fakt duhet ja kishit dhënë deputetit Spahia për replik, por po I them zotit ministër që ne me të vërtet mund të kemi pas ministra me profesione të ndryshme si ministrë shëndetësie, por ne s'kemi pas ministra që sot janë në qeli si ish ministri Beqaj se kanë vjedhur qytetarët, ministra tenderave sekret si Ogerta Manastirliu që I ka dosjet palë në SPAK, ministra që kanë vjedhur dhe gjakun e qytetarëve shqiptarë. Kështu që kjo është një diferencë shumë e madhe midis ministra me profesione të ndryshme, siç e lejon kushtetuta, dhe ministrave që shkatrojnë çdo ditë shëndetësinë shqiptare. Sot në fakt kemi një temë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me drogën në Shqipëri. Por të diskutojë qeveria e cila e legalizoi drogën, e cila e mbushi Shqipërinë me drogë, e cila I ran avionët me drogë, e cila ka një ministër të dënuar për trafik droge, e cila është e vetmja qeveri e njohur si narko-qeveri, kjo në fakt është paradoksale. Dhe të tjera thoni e të tjera bëni. Ndërkohë që qytetarët shqiptar e din fare mirë dhe ndaj edhe nuk vjen këtu as si ministër, po të shikoni nga mbrapa kemi vetëm ministrin për parlamentin, se ministri për parlamentin është I vetmi që nuk ka ndonjë portofol për të dhënë llogari për ndonjë sektor të caktuar të qeverisjes dhe në këtë aspekt është I larë. Ministrja që duhet vinte e shëndetësisë sigurisht që nuk vjen, sepse një nga arsyet madhore sepse qytetarët protestojnë, sepse qytetarët do të protestojnë në 10 shkurt në orën 5 para kryeministrisë, është pikërisht edhe shëndetësia. Është ajo shëndetësi ku sot janë rritur të gjitha çmimet e ilaçeve. Është ajo shëndetësi ku ikin dritat reanimacionit. Është ajo shëndetësi që nuk paguan në kohë infermierët. Është ajo shëndetësi që I mungojnë ilaçet smurve me kancer. Është ajo shëndetësi e cila është masakruar në fillim të seancës dëgjuat për mungesat të qendrave shëndetësore në mes të Tiranës dhe bëri shumë mirë deputeti që e tha. Por imagjinoni çfarë shërbimi shëndetësor marrin qytetarët e Konispolit, qytetarët e Finiqit, që kanë një mjek që I vjen kur I do qefi. Çfarë shërbimi shëndetësor marrin qytetarët e Delvinës, ku spitali qendror është kthyer thjesht në një urgjencë për të bërë një gjilpër, në rastin më të mirë duhet ta blesh vetë dhe po nuk e gjete, Zoti qoftë me ty. Kjo është gjendja cilën keni ka ta ndisur shëndetësinë shqiptare dhe është një nga arsyet e forta pse njerëzit e refuzojnë këtë qeverisje dhe pse njerëzit protestojnë. Njerëzit protestojnë, qytetarët protestojnë sepse ju ka ardhur thika atje ku s'mban më. Protestojnë për interesin e tyre. Protestojnë sepse ne sot kemi rekorde varfërie. Ne sot, sipas të dhënave të Eurostatit, 1/3 e familjeve shqiptare nuk ngrohen dot. A kuptoni çfarë varfërie ekstreme? Që ti në dimër të mos ngrohesh dot. Protestojnë për pamundësinë e prindërve për të siguruar bukën e gojës fëmijëve të tyre. 43% e familjeve shqiptare jetojnë po sipas Eurostatit në kushte të mbijetesës, që nuk mbyllin dot muajin me të ardhurat që kanë. Protestojnë studentët për një arsim cilësor, për një arsim I cili I përgjigjet kurikulave bashkohore, për një arsim që I ofron bursa, për një arsim që ka kushte në shkolla, për një arsim ku teknologjia është e integruar me mësimin dhe ku nuk mësojnë akoma me drasat zeza dhe me shkumës. Ku shkollat shqiptare në për Shqipëri nuk e njohin internetin dhe jo më të kenë mundësi që ta përdorin. Protestojnë sepse ende në Shqipëri shkollat shqiptare ngrohen me zjarr, me dru dhe janë prindrit të detyruar
ose të paguajnë një pagesë mujore, ose të sigurojnë ngrojen për fëmijët e tyre. Protestojnë qytetarët për kushtet e vështira dhe për krizën që i keni katandisur fermerët. Bëni digjes me fermerët për të mos i digjuar. Bëni digjes me fermerët për të mbyllur gojën kryeministri Rama e për t'i lënë atij kryebashkiaku të Divjakës, që ishte tip në fakt për nga mënyra se si lavdronte kryeministrin në një garë të ecshme dhe me këta ministrat. Ndoshta shikon një ish kryebashkiak që u bë ministër dhe thot pse jo, mos bëhem dhe unë dhe receta qënë ka të lajmë dhe të lyejmë kryeministrin. Të gjithi digjuat antarët e qeverisë e kryebashkiakët, po vetëm fermerët nuk i digjuat. Vetëm hallet e fermerëve nuk i zgjidhni dhe vetëm ata i injoroni sa herë kaloni projekt buxhete këtu. Ndaj dhe me 10 shkurt, fermerët do t'i bashkohen protestës opozitës. Do t'i bashkohen protestës minatorët, e dëshpëruar, e keqpaguar, e përdorur, sepse kur nuk arritet dot që ky parlament të ngrihej në lartësinë e detyrës për t'i dhënë atyre një status, për t'i dhënë atyre dignitet dhe për t'i dhënë atyre rrogat që meritojnë për një nga punët më të vështira që kryen Republikën e Shqipërisë. Protestojnë pensionistët, të cilët i keni përdorur aq shumë për propagandë, i përdorët edhe në këtë buxhet dhe në fund, si gjithmonë, kokoshi ka ta ndiset një thelb. Sot në Shqipëri, nëse më përpara një fëmijë emigrant ju dërgonte familjarëve të tyre 100 euro, me këto 100 euro ata kishin në xhepin e tyre 140.000 lekë të vjetra. Sot, ku i njëjti emigrant ju dërgon prindërve të tyre apo familjeve të tyre 100 euro, me këto 100 euro ata mund të marrin vetëm 95.000 lekë të vjetra. Për të kuptuar se si narko-qeveria ka zhvlerësuar euron. Narko-qeveria ka krijuar një narko-ekonomi, të cilët i bien në qafë çdo biznesmenit ndershëm shqiptar, çdo familje të ndershme shqiptare, çdo pensionisti që jeton me remitancat, sepse në këtë vend lulëzon ekonomia informale, lulëzojnë paratë e drogës dhe paratë e krimit. Në këtë vend nuk punohet për njerëzit e ndershëm. Në këtë vend është ulur këmbë kryq papunësia, varfëria, mjerimi, padrejtësia, braktisja totale e shtetit. Dhe këto janë arsyet pse qytetarët me 10 shkurt do të jenë para kryeministërisë. Ne protestojmë edhe për policët e ndershëm, të cilët nuk kanë arritur dot të kenë dinjitet përballë kriminalëve, ku kolegët e tyre përdoren si masha, kur drejtuesit e tyre janë njësh dhe marrin urdhra me SMS se këtë rrëmbejnë, këtë biznesmen të rrëmbejnë në emër të tenderave të qeverisë, dhe ata të keq paguarit, ata të vuajturit vjen në rresht parë për të sulmuar opozitën. Ne do të jemi në shesh më të shumë se në çdo protestë. Do të jemi në shesh sepse zullumi është trashur, sepse edhe kur kapeni në vjedhje, dhe kur kapeni në përgjime, dhe kur kapeni në korrupsion, dhe kur faktoheni me dosje mal me 13.000 kusur faqe, dhe kur qelit janë bushur me kryebashkiak tuajt, me ministra tuajt, prap kapeni dhe nuk lëshoheni nga mburoja që ju jep ky kuvend, nga mburoja që ju japin 83 mandate, në të cilat 50 mandate janë mandate që vinë nga krimi, nga droga, nga parate pista, nga grupet kriminale. Mbajeni fort pas tyre dhe mendoni se do t'i fshiheni popullit. Harrojeni. Popullin do t'a keni përballë, qytetarët do t'i keni të shumë për të marrë të drejtat e tyre, për të kërkuar atë që meritojnë, një Shqipëri që integrimin evropian e ka çështje standardesh dhe jo çështje për të miratuar ligje në shërbim të oligarkëve me fasadën e integrimit. Ndaj në 10 shkurt, në orën 5, të gjithë përpara kryeministërisë. Shumë faleminderit.
Zonja Enriqueta